Ka një pjesë që mua më pëlqen shumë aty në parathënien që ti bën. Mënyra se si përshkruan lidhjen tënde me botën e prallave, gjyshja që është, le të themi, elementi kyç. Si e kujton fëmijërinë tënde, Ariol? Unë mendoj që prallat në fakt dhe folklori patjetër që tregojnë shumë për formën e të menduarit edhe do të thënë janë pjesë e identitetit tonë. Edhe ne në përgjithësi si popull e kemi patur këtë traditën e të treguarit të prallave dhe të historive dhe kjo ka qenë forma se si shumë prej këtyre personazheve kanë ardhur deri më sot. Në rastin e gjyshës time, ashtu siç e shpjegoj edhe te libri, gjyshja ime nuk ka ditur të shkruaj. Megjithatë është rritur në një vend ku ka pasur shumë tregime dhe shumë pralla dhe ka qenë një treguese shumë e mirë prallash. Edhe ka qenë, domethënë për mua një nga pjesët më të bukura të fëmijërisë, të verës sidomos, që të shkoja te ajo dhe t'i kërkoja të më tregonte pralla. Akoma sot e bëj, akoma sot e shkoj dhe them, nëna shikoj, edhe për librin e dytë tani, them domethënë ajo pralla filani, ma trego dhe njërë. Si reagoj ajo kur mësoj që do i sillje në libër, pra gjitha të kulturën e kultivuar të prallave, të ta sillje tashmë në një libër tëndin. Patjetër që domethënë është emocionuese edhe për të, edhe më ka kërkuar që domethënë t'ja tregoj variantet e mia që të pajtohet edhe ajo me atë, edhe ka qenë cool pjesa pas librit, pasi u bë suksesit dhe më tha, gjë të keqe nëna, tha, te libri i parë ti lash ti përdoret, po te ky dytë duhet më bëna i marrëvesh. Ndër të drejtë në autorit, në gjyshës. Është nëna është smart. Nuk po nuk e ri dhe domethënë tani ri dhe ja kujtoj them nëna te ky dyti si e kemi përqindje. Nëna. Creative Commons të nënës. Në fakt besoj, nuk e di për ty Egon, po edhe mua më kujtohet po njësoj fëmijëria ime. Ne nuk e kishim me gjyshen, e kishim me gjyshen këtë eksperiencën. Nuk ka qenë në ditë vere, ka qenë në ditë dimri sidomos, mblidhesh me aty rreth sobës së drurit. Dhe akoma e kujtoj sot e kësaj dite atë ndjesinë e ngrohtë. Jo vetëm për shkak të atij zjarrit që ishte aty, po edhe për shkak të asaj nostalgjie që më sjellin ato kujtime. Gjyshi po ashtu na tregonte në legjenda, na tregonte për rralla të ndryshme dhe sa të pasur e kanë patur botën. Sot duket sikur gjithnjë më shumë ne po qëndrojmë me këmbë në tokë dhe po e përdorim më pak imagjinatën. Nuk e di. Ne jemi rritur. Ne jemi rritur. Shiko, unë kam përshtypjen që tek brezat e rinj, tek fëmijët, të paktën në kohët e fundit që kam qenë goxha, po themi në ndërveprim me prindrit. Domethënë, më duket sikur është rikthyer kjo pjesa e prallave dhe prindrit janë të ndërgjegjshëm mbi rëndësinë e prallave dhe një nga shprehjet që kam përdorur shumë këtë vit, po do ta them prapë se më pëlqen shumë, është ajo e Einsteinit, që thotë që nëse ti do që fëmia yt të bëhet inteligjent, lexoj pralla. Nëse do që të bëhet akoma më inteligjent, lexoj akoma më shumë pralla. Dhe kam përshtypjen që shumica e prindërve janë ndërgjegjësuar mbi këtë dhe e kanë krijuar atë ritualin e të lexuarit të prallave. Shiko, ne kemi nevojë që, siç na e tha edhe i ftuari që kishim herën e kaluar, kemi nevojë të mësojmë të tregojmë, kemi nevojë për narracion, Edhe prallat e kultivojnë këtë gjë qysh në moshë të hershme, si një zakon, si një pjesë e formimit, nuk e di, i lidhin ato neuronet në trurin tonë në mënyrë të tillë që të mësojmë të tregojmë. Edhe kur mëson të tregosh, pastaj mëson të tregosh shumë gjëra në jetë. Pra nuk je një dimensional, je shumë dimensional në atë pjesë. Personalisht mendoj që domethënë një nga arsyet pse kam përfunduar në shkencat e komunikimit, domethënë ka qenë edhe kjo pjesa e zhdërvjellësisë të fituar nëpërmjet të lexuarit shumë gjatë fëmijërisë, domethënë dhe mendoj që çfarë do lloj profesioni të bësh, domethënë jo vetëm të pjesës së komunikimit si mua, domethënë kjo është gjithmonë një plus shumë i madh, sepse siç e the edhe ti, ne kemi nevojë të tregojmë, kemi nevojë të lidhim pika edhe po themi të bëhemi interesant në mënyrën që se si shpërfaqemi edhe profesionalisht. Po, jo, domethënë e kam fjalën të tregojmë shumë gjëra, të tregojmë
të tregojmë histori, të tregojmë se si dim ta mendojmë një gjë në fushave të ndryshme në kur rritemi pastaj, domethënë. Dhe diversifikon. E kanë botën më të pasur ata që kanë lexuar. E kanë botën paksa më të pasur. Edhe jetën më të thjeshtë. Okej, domethënë jetën më të thjeshtë profesionalisht. Po mendove shumë se ke jetën më të thjeshtë. E kanë përshtypjen bie dakord në këtë pikë. Jetën më të thjeshtë profesionalisht le të them. Po të paktën ke kohë të mendosh për problemet e atij që lexove te libri dhe të harrosh problemet e tu. Po, është një mënyrë. Është një formë kjo, është një formë. Nëse mund ta themi po. Po. Arila, atë shkthyer edhe në një lloj përgjegjësie për trashëgimi. Pra, kjo që po bën, për të pasuar përmes asaj që po bën mitologjinë shqiptare. Ka nisur si e tillë. Domethënë ka nisur si e tillë, vazhdon të jetë e tillë, domethënë aktualisht që jam duke punuar siç e përmenda për librin e dytë, unë vazhdimisht jam duke studiuar, po themi pjesën e prallave ekzistuese shqiptare, duke shtjelluar edhe pjesën e studimeve të mitologjisë. Është përgjegjësi, domethënë është shumë emocion kur ti, domethënë, merr përsipër që sidomos tani nëse në fillim nisi thjesht një projekt për të nxjerrë nga sirtari studimet e mia, tani ti e di pak a shumë efektin që kjo do ketë edhe shkakton pak ngërç. Domethënë shkakton pak ngërç. Kjo pjesa e përgjegjësisë, domethënë, se thua tani do ta shohin, domethënë ti e mendon se si është. Pra duhet të kesh gjithçka në lup. Duhet ta kesh patjetër, sepse është shumë përgjegjësi, domethënë megjithatë në librin e parë shkoi çdo gjë shumë mirë, domethënë prallat ishin brenda, po themi, të gjitha normave etike, edukative, edhe shpresoj, domethënë mendoj që me këto linja didaktike që ndjek, domethënë do jetë një gjë edhe tek dyshi. Por deri atëherë vazhdojmë të punojmë intensivisht. Në audiobook do jetë edhe dyshi. Po, patjetër. Okej, pra është një vazhdimsi me të njëjtin tipologji. Ndonse po themi një rrymë e re edhe jo shumë e njohur, dhe mua shpesh më është dashur ta sugjeroj, po themi ta shpërndaj, domethënë edhe me detyrim jo, po themi në pjesët e eventeve të promovimit që ne kemi bërë, audiobooku ka qenë gjithmonë falas, domethënë më është dashur ta nxis pak më tepër qarkullimin e audiobookut. Tani e shoh që shumë nga prindrit, për shembull edhe kur janë duke bërë një udhëtim në makinë, domethënë për t'i mbajtur fëmijët të angazhuar, e vendosin audiobookun, edhe kjo është kënaqësi më vete, po që patjetër që do ketë audiobook edhe në librin e dytë. Kur përpiqesh të vullesh të botën e fëmijës teksa ke shkruar librin, çfarë do doje që të shihte dhe të merrte, të perceptonte një fëmijë kur hap faqen e parë të librit? Ose të dytën, ose po fillimin e librit, kur e nis librin? Unë do doja që kur e merr librin në dorë, fëmia shqiptar, brenda ose jashtë trojeve tona, të ndjej, po themi, krenarin e lidhur me identitetin e vet. Kjo është pjesa, domethënë e parë, që nga momenti që e prek si libër, ta di që kjo është diçka që i tregon për rënjet e tij, për vlerat e të qenurit shqiptar, dhe domethënë në këtë linjë pastaj shpërfaqet e gjithë pjesa e brendësisë së librit. Interesante. Pra, duhet të thënë që edhe një arsye tjetër madhore është diaspora. Pra, fëmijët shqiptarë që rriten në diasporë. Mua më vjen shumë mirë që pavarësisht se shpërndarja e librit ka qenë pak e limituar për diasporën, shqiptarët e diasporës e kanë gjetur mënyrën për ta bërë të tyre shpesh, domethënë dhe një numër shumë i madh kopjesh, unë e di që kanë shkuar jashtë sepse marr feedbackun e lexuesve, po e kanë marrë për shembull, okay, ma lër të shtëpia e prindërve, po më vjen një kushëri nga jashtë, sidomos në pjesën e vitit të ri, domethënë që kishte shumë po themi udhëtime, ishte shumë aktive, domethënë kjo pjesa e diasporës, edhe me përshtypje shumë të mira, sepse ndoshta e përjetojnë edhe më tepër akoma këtë pjesën e mallit pra Deun. Po edhe kanë pak më të pamundur, për shembull të rinë aq shpesh me gjyshet. Dhe gjyshet edhe gjyshrit janë gjithmonë aty për të edukuar në format e tyre, po edhe për të treguar këto përrallat, edhe legjendat, ashtu siç din ata. Ti tregojnë, po në fund të ditës lën një kujtim edhe një shije shumë të mirë. Ata e kanë më pak mundësinë ta bëjnë këtë. E drejtë, edhe një nga kërkesat që ka ardhur me librin e parë, për cilën jam duke punuar paralelisht, është edhe përshtatja e librit në anglisht.
Kjo vjen kryesisht nga shqiptarët e diasporës, për shembull që kanë partnerët e huaj apo kanë shumë shoqëri. Po, ta përkthejmë Gigi Breshkën. Po, we'll find a way. Gigi Turtle. Ose mund të them do ta bëjmë Gigi, nuk e kam menduar ende, shikoj, ja, që nga një hall më vete. Domethënë është çdo gjë gati edhe jam shumë e lumtur sepse kam gjetur një profesionist të Mirfield që ka punuar me punimet e Robert Elsit. Dhe që domethënë ka pëlqyer si vepër edhe duke qenë që ai ka qenë po themi një nga shtyllat e mira të referimit për pjesën e studimeve, është realisht krenari për mua fakti që do jetë përfshirë në këtë si proces, kështu që është gjithashtu një proces, domethënë i librit që më entuziasmon, fakti që do mund ta përshtasim edhe në anglisht edhe pse jo të tregojmë nga ishta mundemi, nga pak edhe botës këtë pjesën e vlerave. Mrekulli. Ky është pra një projekt, me sa po kuptoj unë, është një projekt identiteti, ë? Është një projekt identiteti. Mund quhet një projekt. Pra ti atashohesh me këtë jo thjesht në kuptimin e një produkti për fëmijë, jo, absolutisht. Më shumë në një produkt identitar. Mendoj që, domethënë, në të ardhmen shpresoj që mund ta sjell edhe në forma të tjera, sepse normalisht ndërkohë që punoj për këtë, bëj edhe katalogimin e personazheve, bëj domethënë edhe katalogimin e pjesës të simbolikës, të semiotikës, edhe ka shumë për të parë. Sa e vështirë ka qenë ti sjellësh edhe vizualisht të personazhe, se besoj kjo duhet të qenë një punë e vështirë dhe një sfidë më vete. Shumë e vështirë. Domethënë sfida më e madhe ka qenë që pjesën e ilustrimit në Shqipëri për fat keq nuk e kemi shumë të lëvruar. Edhe, domethënë kjo ka qenë edhe një nga arsyet që pas disa testesh që unë pata bërë për të realizuar librin, vendosa që në librin e parë ose të paktën në botimin e parë ti bëja të gjeneruara me AI. Dhe kur them të gjeneruara me AI, nuk është ajo gjëja që po e fus në ChatGPT edhe po nxjerr një imazh. Për të krijuar një imazh, po ta them që mund të duan 3-4 orë të mijat në Midjourney. Domethënë është vetëm një imazh, vetëm një imazh. Domethënë sepse duhet kjo pjesa e përpunimit, të detajimit edhe që të arrijë atë nivel. Por më duhet ta them që megjithatë nuk është niveli i detajimit aty ku unë, po themi si studiues do e doja. Dhe për këtë arsye, aktualisht jam duke punuar, domethënë edhe për këtë kam gjetur ilustrues të Mirfield që shpresojnë në vazhdim edhe librin e parë ta ribotojmë me ilustrime të përshtatura me akoma më shumë detaje, po edhe dyshit të vi me një upgrade brenda. Bukur. Inteligjenca artificiale ka qenë goxha ndihmuese dhe ka qenë domethënë që në fillim të këtij projekti ideja ka qenë që të përdorja inteligjencën artificiale për të strukturuar informacionin që kisha. Dhe edhe kjo pjesa e katalogimit për shkakun, sepse normalisht aktualisht ka goxha libra, po janë të gjithë shumë të shpërndar, informacionet shumë të paqarta, dhe pjesa e inteligjencës artificiale më ka ndihmuar shumë që ti të bëj këtë pjesën e ndarjes të po themi të katalogimit dhe pastaj edhe pjesa e ilustrimit është realizuar me inteligjencë artificiale, por jo të shkruarit të prallave. Po si është pritur? Sepse normalisht kur ti thua që shiko se po përdor inteligjencën artificiale, gjëja e parë që shkon në mend është përdorur dhe të shkruar. Jo. Në këtë jo. Po sidoqoftë kush e ka dëgjuar si e ka pritur pra përdorimin e inteligjencës artificiale, se kam përshtypjen jemi akoma pak skeptik tek kjo pjesë. Jemi skeptik. Domethënë unë mendoj që ka dhe arsye të qenurit skeptik. Megjithatë në impakt të parë duket sikur do jetë një punë e një cilësie të ulët, megjithatë kur e marrin në dorë dhe shohin nivelin e punës edhe e kuptojnë që nuk ka të bëjë me, po themi, këngët që tani dëgjojmë rëndom në YouTube të bëra me AI apo me fotot që mund të gjenerojë gjithkusht me një klikim, por është goxha më sofistikuar si punë, e vlerësojnë po themi edhe nivelin e angazhimit në këtë drejtim. Megjithatë, unë mbetem asaj që duhet përdorur aq sa është e domosdoshme, domethënë, por jo që ta bëjë gjithë punën kreative inteligjenca. Për këtë jemi dakord edhe ne. Jemi dakord. Ne kemi diskutuar shpesh që inteligjenca artificiale është pjesë e realitetit, ne po jetojmë me të. Por duhet bashkëjetesë, pra një bashkëjetesë e shëndetshme mes njeriut dhe asaj që ka krijuar njeriu, që është inteligjenca artificiale. Duhet profesionalizëm për të vendosur limitet. E drejtë.
Ariola, çfarë muzikë dëgjon ti? Na sugjeron një këngë. Muzikë të mirë. Sigurisht, vetëm muzikë të mirë. Na sugjeron një këngë që të pëlqen, që e dëgjon, nuk di unë të vendos në mood. Javës të fundit për shembull kam qenë me Liberian Girl të Michael Jackson. Okej, perfekte. Shkojmë me të? Shkoj me Liberian Girl të Michael Jackson dhe rikthehemi për të folur për Gigi Breshkan. Okay.